Sot bizneset e Kosovës, për shkak të politikave të këqija të qeverisë, ikin në vendet e rajonit. Zhvillimi ekonomik edhe krijimi i kapaciteteve buxhetore për investime kapitale kërkon një qeverisje adekuate dhe reflektim edhe në shumë sferat të cilat përgjatë 6 viteve të fundit e kanë pothuajse shkatërruar ekonominë e Kosovës. Sot bizneset e Kosovës, për shkak të politikave të këqija të qeverisë, ikin në vendet e rajonit. Për shkak të mos kapacitetit të qeverisë për madje edhe mirëmbajtje të rrugëve ekzistuese, ose edhe mirëmbajtje të kapaciteteve energjetike të cilat ekzistojnë deri tani. Dhe për te i mirëmbajtjes, ka pas zero zhvillim në këto 6 vitet e fundit nga kjo qeveri. Dhe është e domosdoshme dhe është urgjente që të intervenohet me njerë me projekte të reja të cilat krijojnë kushte të barabarta rajonale për zhvillim të biznesit, që nënkupton përfundimin e të gjitha magjistraleve në Kosovë, dhe po ashtu ndërtimin edhe unazës së Prishtinës, sepse është megjithatë zemra e ekonomisë të Kosovës është kryeqyteti. Për te investimeve infrastrukturore dhe rrugore, është e rëndësishme që të ndërtohen edhe kapacitetet e reja energjetike, të cilat përfshin edhe ndërtimin e centralit me gaz, e kemi thënë këtë qartë, me gaz amerikan dhe gazifikimin e ekonomisë së Kosovës, por për te i kësaj po ashtu, Kosova humb shumë mjete financiare si rezultat i mos investimeve në sektorin e shëndetësisë dhe LDK në programin e saj ka ndërtimin edhe të spitalit të ri, pra qendrës klinike universitare për gjithë Kosovën, e cila do t'jetë me kapacitetet e reja moderne dhe jo sikur këto ekzistuese që janë të stilit sovjetik me klinika të ndara dhe në distancë nga njëra tjetra. Është tejet e rëndësishme që po ashtu të intervenohet edhe në infrastrukturën sportive, në kuadër të programit e kemi para pas stadiumin kombëtar në Prishtinë, i cili ndërtohet në Bërnicë me gjitha fushat tjera të disiplinave të tjera, të cilat po ashtu do t'i shërbejnë edhe lojrave mesdhetare, të cilat mbahen tani në Prishtinë.